Ministria e Shëndetësisë informon se nuk janë planifikuar transferime nga qendrat mjekësore të huaja për këtë fundjavë dhe aktualisht po trajtohen 48 pacient jashtë shtetit. Gjendja e pacientëve mbetet e pandryshuar, pra pacientët për të cilët edhe më parë kemi informuar mbeten në gjendje kritike, ndërsa pacientët e tjerë janë në gjendje stabile. Në spitalet në vend aktualisht po trajtohen 10 pacient, nga të cilët 4 në klinikën e kirurgjisë Shën Naum Ohri, 3 në klinikën e kirurgjisë plastike, 2 pacient në spitalin privat Sistina. Në spitalin klinik Tet Shtatori, 1 pacient është aktualisht në trajtim, ndërsa i dyti, i cili ishte kthyer nga Ankaraja, është kontrolluar dhe është liruar për trajtim në shtëpi. Gjithashtu në klinikën për pulmologji, gjatë 24 orëve të fundit, është kontrolluar edhe liruar për në shtëpi një pacient i kthyer nga Maribori. Ministria e Shëndetësisë vazhdon ta ndjek nga afër gjendjen e pacientëve të lënduar me qëllim sigurimin e trajtimit më të mirë të mundshëm, si dhe rehabilitimin e mëtejshëm.